Të gjithë shqiptarët e Mirditës e njohin emrin Marian Graf. Emri përmendet kudo me respekt dhe mirënjohje të thellë. Kjo humaniste austriake ka punuar për 3 dekade për të rindërtuar komunitetet në vizet malore të Shqipërisë. Marian erdhi për herë të parë në Shqipëni në fillim të vitit 1990. Ajo gjeti një vend që po dilte nga dekada izolimi, me komunitetet në malësi të veriut që po përpiqen të rindërtojnë jetën e tyre. Dërmjet organizatës së saj, Albania-Austria Partnerschaft, ajo filloi të sillte burime ekspertize teknike dhe vullnetare në disa nga zonat më të larta, duke restauruar ndërtese historike, shkolla, duke hapur rrugë dhe sistem ujësjelsi, ura, duke ringjalluar artizanatin, ndërtuar memoriale dhe krijuar mundësi ekonomike për njerëzit vendas. Së fundmi vizituam njërin prej projekteve të Marianit më të reja, Info-Kulën në Rubik, një muzej dhe një qendër kulturore e mrekullueshme që feston identitetin dhe trashëgimin e rajonit. Është një vend ku historia, natyra dhe traditët marrin jetë, dhe ku vizitorit zbulojnë zemrën dhe qëndrueshmërinë e këtij rajoni të jashtëzakonshëm. U takuam me personin përgjegjës së zyrës së turizmit në Infokul, i cili na tregoi më shumë për zhvillimin e turizmit në këtë region. Mirë se erdhët një herë, ju jeni pikërisht në Mirditë dhe në hyrjet e Mirditës, e cila është një krahinë me veçantitë specifike, le të themi unike për gjithë shqiptarinë. Unë jam Nik Nikolli, dhe përfaqësoj zyrën e turizmit në Bashkinë e Mirditës, e cila është vendosur në këtë objekt që ju pat, e cili quhet Infokulla. Ky objekt, kjo qendër e zhvillimit turizmit është një dhuratë e çmuar e bërë nga zonja Marian Graf, një austriake që ndihmon Shqipërinë dhe shqiptarët që nga viti 1992. Mirdita nuk ka pas tradit në turizëm. Nuk ka pas hane diku. Miku vinte, pritej me çka në shtëpi, me çka familja kishte, edhe përcillej me nder deri në kufijt e territorit. Sipas kanurit. Dhe nuk duhej të paguante. Mirë po, turizmi është një aktivitet ekonomik, duhet patjetër që në qoftë se nuk paguhet dhe në fillim ne kishim vështirësi në mentalitetin e pritjes dhe përcjelljes mikut. Mirë po, gradualisht duke punuar ne kemi arritur sa që ti bindim edhe familjet që duhet të hapim dyert për vizitorët në mënyrë që ata të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të zonës në mirëqenjen e familjes. Po më intereson sa vjet derisa njerëz këtu janë adaptu edhe kanë pranu çat mënyrë ndryshme e mikpritjes. Në fillim ju thash, ishte shumë vështirë. Ne i prisnim, i çonim vizitorët apo guida turistike i çonim në për familje, ata i prisnin shumë mirë, jashtëzakonisht mirë, edhe kur bonim të paguanin, nuk bën, sepse ata një herë vinë në shtëpinë time dhe është turp që ti... Ndjera jonë që jeni orë. Edhe, mirë po, me kalimin e kohës edhe me uljen, bisedimin për se si të zhvillohemi ekonomikisht dhe si
familjet të mos largohen nga zona. Mirë se erdhët. Mirë se i gjetëm. Këtu jemi në pjesën e parë të Infokullës, që i përket informacionit turistik. Siç e shihni, është dekoruar me pamje dhe foto nga Mirdita. Në njërën anë gjendet banaku, ku janë specifike syrtaret e tureve. So udhe madhe. Po, udha madhe është udha që lidhte Shkodrën edhe Shëngjinin me Prizrenin. Ku një pjesë e madhe që nga Vigu e deri në kufi me Kuksin ishte në Mirdit. Okej. Ato pjesë që ju keni punu? Këtu janë pjesë, këtu është bërë që nga fillimi, tani jemi në proces updatimi që dhe do i shohim në të. Vendet e bukura nëpër Mirdit marrë nga autor të ndryshëm apo nga media sociale të ndryshme. Webi ynë është hikingmirdita.com. E kemi quajtur hiking sepse duke ju bazuar në relievin që ka zona Mirditës, me male të mëdha, por të rrumbullakosura, jo shumë të thëpisura. Shumë të përshtatshme për hiking. Gjatë ecjes, vizitori pastaj njihet me historinë, me traditën, me natyrën, me gatimet, me arkitekturën edhe folklorin. So, a janë që të day hikes gjatë ditës, ose a munin me shku me kalyun e për malë sa ditësh? Me që e kemi quajtur hiking, ne kemi ndërtuar shtigje. Dhe ky është rrjeti i shtigjeve në për gjithë Mirditën. Momentalisht ne ndodhemi këtu, është Infokulla, dhe gjithë to linjat e kuqe janë shtigje në për të gjithë Mirditën. Atëhere, fillimisht zonja Graf e nxiti Hotel Marubin, një strukturë akomoduese, eko-hotel, i cili kishte për qëllim që jo vetëm të shërbente ndaj vizitorëve, por edhe të mblidhte prodhimet e zonës për t'i ofruar si gatim. Do thënë, ajo është si agroturizm? Është si, po, është si. Do thëtë ka bilmet, ka... Po, gjitha që janë të fshatit aty, por tani fshatit nga që janë shtuar shumë operatorë të tjerë, nuk arrin t'i fornizoj me ushqime dhe marrin nga gjithë Mirdita. Edhe grumbullojnë aty? Grumbullojnë aty, si pas nevojë, mishin, djathin, produktet, perimet. Do thëtë ka vizitor tanë vitin? Tanë vitin edhe nga e gjithë bota. Këtu është ai destinacioni tjetër që ju thash, Lufaj. Dhe ky është një kanjon shumë interesant, shumë i veçantë. Këtu është një shpellë, është plot me shpella, por këtu është një shpellë tokës që zonja Graf e ka dekoruar, bërë të sigurt edhe shtegun edhe shpellën brenda me ndriçim, edhe gjendet duke u bazuar në legjendën e zonës, aty gjendet edhe Dragoj i shpellës. Dragoj? Dragoj. është dragon. Oh, dragon, okay. Dragoj, okay. Niku na tregoi panelet informuese që shpjegonin elementet të historisë së Mirditës, ngjarje, njerëz dhe vende të rëndësishme në rreth kronologjik që nga banorët më të hershëm të rajonit. Ne kemi, sipas të dokumentuara, ne kemi piktograme të shumta. Për shembull në Rubik, piktogramet e Rubik në gur, janë vizatime të thjeshta, elementare, por kemi në disa vende të Mirditës, janë 3000 deri në 6000 vjet para Krishtit. Para Krishtit. Po, kemi shpella e Nezirit, që është në kufit e Mirditës me matin sot, që si pas Nërit Ancekës është vendbanimi i parë në Shqipëri. Kemi rënoja të fortifikimeve, sepse tu duke qenë se ishte lugin dhe kishte karvane me tregtare që lëviznin nga deti në Kosovë. Kemi shumë të vjetra fortifikime në për gjithë luginën. Kemi, për shembull, një shpellë, diku në Fan, quhet shpella e Batos.
Bato ka qenë një kryengritës kundra Romës. Oh, Pra kemi shumë toponime, shumë lidhje, shumë indicje që zona këtu ka qenë e banuar shumë herët. wow, edhe kjo është pa arkeologët që sa duhet më kanë me hulluar. Ata vetë arkeologët kanë thënë me gërmime të vogla. Gjithashtu zona Mirditës është e banuar që herët. Flitet që fisi pirustëve, të cilët shquheshin për përpunimin e metaleve, ka banuar në luginën e 5000 vjet para Krishtit. Krishtit. Mirdita është pak eksploruar nga arkeologët. Edhe shpresojmë që në të ardhmen të kemi gërmime të mëtejshme për të evidentuar atë që ka thuhet Që ka thënë hala ka shumë hullum është ka shumë po është në fillimet. Ndërkohë mund të themi që është një krahina që është shfrytzuar më shumë në kohën e regjimit, sepse ishte e pasur me minerale. Dhe industria minerale ishte bakri kryesisht në Mirdit, por minjerat në Mirdit kanë qenë polimetalore, që ka kishin edhe element minerale të tjera. Këtu kemi disa, për shembull, ky lloj minerali, ky është bakër, po ky ka përqindje shumë të lartë të floririt, të arit, kolta. Wow. Shikoni se është shumë i verë? Heavy, yeah. But so the arkeologët, do thotë gjatë regjimin e Hoxhës, a kanë Vetëm disa gjëra sipërfaqësore të lehta. Jo gërmime të mirëfillta në të gjithë territorin. Ndërsa këtu kemi familjen e Gjomarkut, ose kapitani i Mirditës. Kjo familje ishte e vendosur në Orosh dhe ishte fjala e fundit e kanunit. Ishte si gjykata supreme. Pra një gjyqësi, nëse nuk zgjidhej poshtë, do shkonte tek kjo familje dhe vendimi ishte i formës së prerë. Po, tu janë disa pinjoll të kësaj familje, tu kemi abacinë e Oroshit. Ta dim që Oroshi është qendra historike e Mirditës, edhe aty bëheshin kuvendet e mëdha, aty rrinte familja e Gjomarkut, ishte qendra e saj. Dhe kjo është kisha e Oroshit, sot ka të pamje, pothuajse ka qenë shkatruar e gjitha gjatë kohës së regjimit. Me pas, kaluam në ekspozite e botës së egër. Arrushe, ujë, qa keni? Ujë me shumicë, çakall, rrëqebullin e Ballkanit, kemi kaproj, kemi dhinë e egër, derrin e egër, derrin e egër. Wow, this is beautiful. Ja, në njërën anë kemi lule, në anën tjetër, këtu janë zogjë të shumë, ndërsa këtu është Shqiponia, simboli jonë kombëtar. Duke u larguar nga natyre e paprekur e rajonit, i kërkova Nikut të më tregonte më shumë për njerëzit e Mirditës. Ato më të vjetër që janë, çfarë njerëz janë, çfarë karaktere ka njerëzit e Mirditës? Është pak vështirë për të thënë unë për veten, por ashtu siç zona është, relievi është, zonë me tokë bujqësore të kufizuar. Blegtoria ka qenë aktiviteti kryes më i fortë, pastaj edhe tokat bujqësore janë shfrytzuar dhe nëse vini re nëpër Mirdit janë me mure të mbrojtura nga erozioni. Kanë qenë mbjell kryesisht drithrat, frutat edhe përimet. Edhe këtu kemi disa procese. E sa ka qenë vetëdijshëm që të njerëz për botën e jashtme? Por sa këto vështirësi, edhe marrëdhënia pastaj edhe me situatat politike, luftrat, kanë formuar karakterin e mirditorëve. Kryesisht mirditorët janë independent, mendje të lira, të pavarura, me përgjegjshmëri për territorin e tyre, shumë të lidhur me identitetin, edhe shumë miqësor për të pritur dhe për cilur miqt.
Kanuni ka qenë shumë i fortë. Po, ka qenë regulatori kryesor këtu. Kështu që Kadare thot për malsorët e veriut, ata e dinë që janë më afër me Gjermaninë, me Austrinë, sesa me Greqinë edhe me Turqinë. Kështu që edhe mirëditorët pavarësisht izolimit, por nëpërmjet priftërinjve kryesisht, kanë pas marrëdhënie me kulturën evropian, sepse priftërinjt kanë sjellë shumë zhvillim këtu, kanë hapur mendjet dhe kanë sjellë informacion dhe anasjelltas dhe priftërinjt. Edhe tani gjatë kohën e Hoxhës, tani janë më siguri janë më mbyll, në kohën e Hoxhës ishte një mbyllje total. So do të kanë dy gjenerata që kanë jetu në këta mod në këtë izolim, në një vetë izolim, le të themi. Do thotë vetëm unë jam në Mirdit e u kryebisit. Po, dhe Shqipëria ishte vendi më i lumtur në botë, me zhvillimin më të lartë në botë. Niku më pas na çoi në dhomën e kostymeve tradicionale, të veshura nga gratë e Mirditës. Edhe kjo është pjesë e koleksionit, gjithë Infokulla është pjesë e koleksionit Marianës dhe kjo është një pjesë e veçantë e këtij koleksioni. Gjupat me elementet e saj, këto janë gjupat e femrave dhe ky është simboli i femrës këtu. Se shihet në secili, stili edhe mendime individuale e kujës që ka bo. Do thëtë gratë kanë bo për vetin, a kanë blej për prej një zanatli? Po, zanatli. Në fakt, ka humba jo, po se cila zonë ka pas specifik në vetë. Për shembull, Mirdita ishte me 12 bajrak, dhe se cili bajrak kishte simbolik në vetë. Tani ka humbur ajo në pjesën e komunizmit, ka humbur edhe është vështirë. Ma shumë për bukurinë është. Po, për element. Dhe kjo është pyetje kryesore, ku keni marru zhgun shkeltore ku është? Këto janë vjetra më reja, gjupi më i ri këtu është më i vjetër se 50 vjet këtu. Tani është një problem shumë i madh sepse nuk prodhohet shajaku. Prodhimet e reja që zhgun. Shajak. Shajak? Ose zhgun, po. Felt, zhgun, njësoj. A ku është Valavic, ku është... Nuk kemi. A ku kanë marru që material? Janë prishur, kanë qenë më përpara. Aha, kanë qenë. Po. Me mulli? Me mulli, po. Po. Se unë hala ka një në opoj atje, ka një Valavic hala gjallë. Po, edhe unë du marrë me filmu, se ndoshta me ndonjë projekt europian, apo ndoshta me një donacionat të shtetit që ta ndërtojmë. Po presim me botë. Tani veshja e grave të Mirditës është shpallur e mbrojtur nga Ministria e Tiranës. Po. Dhe jemi në fillimet për të aplikuar në UNESCO. Një nga kushtet për që në UNESCO është prania e shumë koleksioneve edhe sigurimi i lëndës parë. Pra dhe ne do bëjmë përpjekje që të vim të vizitojmë atë Valanicën në Opoj, në mënyrë që nëse gjejmë ndonjë donator ta ndërtojmë këtu. A keni, a po thoni ju Valavica shkëlltora, çish po thoni, çfarë emër e ke për çato vende? Valanic. Valanic? Po, e themi këtu. Okej, Valanic. Se ne po thojmë Valavic, po shqipër shkëlltore, me shkellë. Po. Nga aty, pan të tjetër, ikon të kulturës shqiptar, Odën.
Oda ishte dhoma më rëndësishme e shtëpisë, e cila dekorohej më së shumti dhe mbahej më së shumti. Ajo orientohej nga oxhaku. Oxhakët në fillim janë dekoruar me element pagan. Pastaj më vonë me element nacional dhe religios. Yes, so you've got cross and an eagle. Edhe në njërën anë rrinte i Zoti i shtëpisë, i Zoti i shtëpisë, në anën tjetër rrinte miku. Miku ma kryesore, Dhe i Zoti i shtëpisë rrinte në anën ku ishin mjetet për të shërbyer kafe, edhe cigare. Që ishin dhe shërbeheshin këtu. Sofra, stolat. Këmbët e ndryshme. Me trikam, Me trikam, ju dini pse? Ja, pse me 4 po mbjen. Është një teorem matematik. Ja, Teorema 3 pika. Nësa këtu guzhina, Mariana i thot zemra e shtëpisë. Këtu janë disa mjete guzhine, ndërsa këtu janë disa gatime tradicionale kryesisht të zonës veriut. Tani kalojmë në një nga manifestimet më të egra të regjimit komunist, kampët e burgimit Spaq. Një nga më famkeqet ishte këtë burgu, një kamp i punës së detyruar rreth 40 minuta larg Infokulës. Që ju thash është këtu në Gurth Spaq, ndërmjet burgut politik të Spaqit dhe malit të Monedhës. Do të qatë burg që eksiston prej 45 deri 91? Nga 60, jo nga 45, nga 67 diku, deri në 91. Do të 25 vjet diqysh. Por ka qenë shumë i famshëm për sa i përket edhe përbërjes së të burgosëve, të cilët kanë qenë të gjithë politik, intelektual të mirëfill, edhe torturave njerëzore që janë ushtruar mbi këta persona. Nuk mjaftonte vetëm puna e rëndë, por ishte edhe torturat njerëzore që ushtroheshin ndaj tyre. Dytë botërore në Shqipëri u vendos, siç e tham, regjimi komunist. Specifika kryesore e regjimit komunist ishte se nuk lejonte mendimin ndryshe. Dhe nëse mendoje ndryshe nga regjimi komunist, ishte e sigurt që do t'i nënshtroheshe një pjesë të torturave që janë të renditura këtu. Pra, këtu është vetëm një pjesë të torturave. Ndërsa këtu kemi gjithë priftrin katolik të vrarë me gjyq, pa gjyq, në punë të rëndë, gjitha me rallë. Këtu është vetëm një grua, është Marie Tuci, e cila u torturua, e vdiq në tortura në Shkodër. Pra, nëse mendoje ndryshe nga regjimi komunist, ishte sigurt që do të torturoheshe, do futeshe në regjimin e torturës. Dhe nëse gjatë torturës nuk vije në listën e të vdekurve, nuk ishe i lirë, por vazhdonte një rrugë tjetër, një rrugë e zezë, që të qonte te kampet e vujtjes, kampet politike të vujtjes dënimit dhe të punës rëndë. Dhe këtu kemi, siç ishte burgu i Spaqit, dhe këtu kemi element original nga burgu i Spaqit, nga galeritë e minjerës së Spaqit. Historia e burgut të Spaqit qëndron si gjurmë tragjike në një regjim brutal. Godinat janë të heshtura sot, muret bosh, kujtimet rënda që ende jehonin dhimbjen e së shkuarës. Por në atë heshtje ndodhet një thirrje për të kujtuar që errësira e së kaluars t'i hap rrugën dritës se një të ardhmëje të re e plot shpresë.